ti operatori që fiksoi edhe një nga vrasjet kryesore që ndodhi me 21 janar, çfarë ndodhi atë ditë? Fin. Ata që nuk ishin terren atë ditë e kanë vështirë ta kuptojnë se ç'a ndodhi atë ditë. Për mendimin tim ajo ka qenë një nga ditët që unë nuk do ta harroj kurrë. Më kujtohet kemi dalë në punë nga ora 9 e mëngjesit, edhe u nisëm për bulevardin Dëshmorët e Kombit, tensioni ndiheshte në ajër, sepse shumë deklarata që ishin bërë gjatë javës politike, Berisha thotë nuk do t'i lej ta provojnë të futen brenda. Nga ana tjetër, lihet kuptohej nga deklaratat që do të ishte një protestë jo lehtë. Dhe më kujtohet kur kemi shku te bulevardi Dëshmorët e Kombit në orën 9, direkt po shikoja vendin e doja ose që të kisha këndin e dur, këndi se një operator i mirë të do të shohë gjë e parë, këndin e dur që ti të kesh mundësi të shohësh diçka, gjithçka dhe mos të hiki asgjë. Edhe më kujtohet zgjodha këndin te kullat binjake, balkonin, këndin e balkonit. Shumë detaje më kujtohen, po edhe shumë detaje kanë filluar të më fshihen sepse u bë gati shumë vite që kur ka ndodhur ajo protestë. Megjithatë, momenti që nuk do harroj asnjëherë kur gjithë jetën ka qenë momenti i vrasjeve në bulevard. Edhe po, kamera ime ishte aty për të vërtetuar, për të qenë dëshmi sot e kësaj dite e vrasjeve shtetërore që ndodhen atë ditë, sepse siç është pa dhe në vazhdim aty janë fshi server, aty janë fshi filmime gjëra dhe kamera ime ishte aty, po filmova pamjet e vrasjes dhe e veçanta atyre pamjeve ishte sepse kishte shumë kamera tjera që filmon edhe kishin persona që vdisnin ose rëmuan se kështu, po e veçanta e atij planit tim 50 sekondë mund të them, ishte sepse në të njëjtin kuadër ishin vrasit dhe protestuesit që humbën jetën atë ditë. Dhe për këtë arsye edhe ato përdoren si provë materiale. Edhe dosja Tropoja po ashtu vi nga bërë shumë bujë në ato vite. Ti ke filmuar me Artan Hoxhën, edhe sot kësaj dite kujtohet për ato që ka bërë familja Hakla edhe në Tropoj, por sa e vështirë ka qenë që ti ishe pjesë atij reportazhi që bëri kolegu Hoxha, dhe është e vërtetë që ka kërcënuar pas kësaj? Na kanë kërcënuar dhe gjatë kësaj, kur kemi qenë për të xhiruar, po është e vërtetë, me fjalë ato kanë qenë filmime të vështira, sepse Tropoja atyre viteve nuk ishte siç është sot, që ti mund të shkosh për turizëm, Valbon apo Mbieshk apo ku dush ti, edhe nuk. Tropoja atyre viteve ishte shumë e vështirë. Kishte vetëm një rrugë që kalonte qafës malit. Aty mund ta them me plot gojen që vështirë të shkonte edhe shteti. Ne po shkonim atëherë, filmonim, më kujtohet shumë herët, biles nuk kolegu Artan Hoxha nuk e kishte as idenë e krijimit të misionit Xhungël. Më pas i lindi, ne shkonim sa herë kishte ngjarje, sa herë kishte diçka, sa herë, dhe pastaj u mblodhën materialet të gjitha që u bë ajo dosja Tropoja. Më kujtohet shpesh herë udhtonim dhe me familjarët tyre që ishte një rrezik në vete, sepse unë atëherë përveç se filmoja, i jepja edhe makinës vet. Edhe njëherë po më kujtohet që nga kanë dalë me Kalashnikov te dera e Fierzës, që është sot hidrocentralit Fierzës. Ka qenë rruga vjetër Gjerprusha. Edhe më kujtohet po na dolën me Kalashnikov aty. Ishin civila, po më vonë ne morëm vesh që ishin të policisë të asaj kohe. Na pyetën ku do shkoni, çfarë do bëni, kush jeni. Po momentin e parë kur dolën, realisht ishte që më kujtohet shumë. Po ka pas vështirësi shumë vetat, ne kishte disa kode që i zbatonim ne gjatë xhirimit, për shembull kolegu Hoxha madje i kapelet kuqe dhe shalt kuqe dalloshim nga larga, nuk e di se pse i kishin këto kodet. Po ka qenë sa e vështirë edhe e bukur, sepse kur i tregoj tani, sidomos kur ja tregoj shokëve të mi, për shembull, ju duken si film aksion. Ju duken gati të pabesueshme, po kam qenë aty, kam jetu dhe filmu me kamerën time. E po ashtu edhe Lazarati ka qenë një ngjarje shumë e bujshme, mësymi atje. Ti filmoje në një kohë që plumbat dëgjoheshin nga do apo jo?
Lazarati ka qenë një nga momentet më të vështira, besoj të mjet, sepse ne u futëm, Lazarati ishte rrethuar komplet nga policia edhe ne tentum që të futemi nga Derviçani. Derviçani është fshati në gjithë Lazaratit. Edhe kemi hip malin në këmbë, dhe nga mali pastaj kemi tentuar të futemi në Lazarat. Mirë po, atje kemi ngel bllokum për gati rreth 40 minuta, se nuk arritëm të futemi dot në fshat, edhe po të shkosh aty në maj, aty je i zbuluar, se është pllaj e zhveshur, nuk ka pemë, nuk ka, edhe ato na diktun banorët që ne po futeshim në fshat, edhe kanë qellu me armë, po. Kemi ngel blist. Unë s'dija çfarë të bëja, ushtrim aty nëpër disa pllaka guri. Edhe më kujtohet që edhe kamerën e vura këtu sipër kokës, është edhe një video në YouTube. Si dinim që aty. Në drejtori policisë asaj kohe na kishte thonë ne takom rrugës kur po ngjiteshim, na thamë mos shkoni se po ngelet nuk do vit ju nxjerr. Edhe ne s'na letë edhe sedra jontën. Se ti themi atij se na thashë. Edhe më kujtohet që bëra një video me celular, mbrapa me kisha një fotograf, Ilir Baze, përshëndes. Edhe kisha një fotograf mbrapa me, ishte shtridha ai mbrapa me dhe bona një video me celular, edhe olla në Facebook. Dhe ideja e atij momenti që e bona videon ishte që paktën po të na gjej gjot, ta marrë vesh shtëpia, familja se çka ka ndodhur ku jemi, apo. Mirë po, zgjuarësia e drejtuesve të newsit në atë kohë e morën videon time dhe e nxorën siç ishte video në Facebook, e nxorën në televizion. E bën lajm që bllokohen gazetarët në Lazarate, kështu edhe aty pastaj u detyruan edhe shteti që na solli FNSH të gjëman, po më kujtohet që kemi net për i kohë 45 minuta të bllokuar aty. E vërtet. Po për gjithë ne që kemi punuar me ty, konsiderohesh si një gazetar plus në terren, pra veç gazetari dhe një gazetar tjetër. Sa përgjegjësi të vesh kjo? Kjo është komplimenti që më nderon shumë. Dhe po, është përgjegjësi e madhe, se operatorët e mirë nuk shohin vetëm pamjen, shohin kontekstin, rrezikun, këndin që i duhet gazetarit dhe momentin kur historia merr formë. Në terren nuk je vetëm operator që të merresh vetëm me anën teknike, por je pjesë e ekipit që ndërton lajmin. Për mua funksionon në ekip gazetari, operatori edhe shoferi është shumë i rëndësishëm. Ndaj kur kolegët më shohin si gazetar, përveç se operator, kjo më bën që të jem edhe më shumë korrekt dhe më shumë i përkushtuar. Në vërtet, më herët ky profesioni juaj ka pas qenë shumë i preferuar nga të rinjt. Sot nuk është se e zgjedhin më aq shumë sa më parë. Pse ka ndodhur kjo? Po, besoj teknologjia ndikon që ndodhi kjo gjë. Sot çdo i ri ka një smartphone në xhep, edhe mendon që mund të jetë operator. Profesioni jonë është disiplinë, sakrificë dhe më shumë terren. Të rinjt kërkojnë shpesh diçka më lehtësisht menaxhueshme. Nuk operatorët do jenë gjithmonë më të pak numër, sepse ka shumë pak persona që kanë durimin, syrin, përkushtimin për ta bërë këtë punë. Sot është bërë gjithçka shumë e thjeshtë, merr celularin dhe gjëra, po jo, nuk ka qenë kështu më përpara dhe nuk mund të jetë kështu profesioni i operatorit. Qartë, në vërtet. Po nëse e kthen kohën pas vin, do bëhet zgjedhje tjetër apo do ishe përsëri operator? Ndoshta do punoja më shumë me projekte, me dokumentare, me kështu. Në thelb nuk do ndryshoja si profesion, po do ndryshoja diçka gjatë ushtrimit profesionit që kam bërë. Në thelb asnjë gjë, ja s'do ndryshoj. Ky profesion ka rrit si njeri, me fjalë. Kam sakrifikuar më shumë se gjysmën e jetës time për këtë profesion, por mendoj që çdo grim sakrifisë ka qenë me kuptim, nuk ka qenë kot. Pak e dim, po ti ke qenë edhe futbollist, atë mungo futbolli? Futbolli ka qenë pasioni im i parë, ai më ka dhënë disiplinë, përkushtim edhe shpirt gare që më ka ndihmuar shumë edhe në punë. Normalisht mungon sepse ishte pjesë e bukur e jetës time, mungon shoqënia e futbollit, emocionet e lojës, pse edhe aroma fushës. Jeta kështu është një rrugë me stacione ndryshme,
edhe tani jam në fushën e medias, kam zbrit një stacion tjetër, jo këta e-sportit, edhe mendoj që jam aty ku duhet të jem. E shoh veten që jam aty ku duhet të jem. Cili është mesazhi jot vin për gjithë ata që na ndjekin, për gjithë ata që duan dhe mund të aspirohen nga ju për të ndjekur rrugën tuaj? Thjesht duhet ta duan punën që bën, çfarëdo lloj profesioni qoftë ai, duhet ta dush punën që bën. Nëse e do punën që bën, gjen forcën ta bësh shumë mirë atë. Vin, faleminderit shumë që ishe me mua në këtë intervistë kaq sinqert, faleminderit shumë për detajet që ndave me ne dhe shumë suksese në punën tënde, edhe na mungon. Sukses edhe ty në punën tënde. Faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën.